Kombëtarja shqiptare ka nisur stërvitjen e së hënës me mungesa të rëndësishme për shkak të udhëtimeve të futbollistëve që janë aktivizuar me skuadrat përkatëse në fundjavë. Silvinho kishte në dispozicion të tij pjesën më të madhe të grupit, por i mungonin lojtarë të cilët janë kandidatë për një vend në formacion apo alternativa të rëndësishme. Për shkak të udhëtimeve në stërvitjen e së hënës, ku ka nisur menjëherë puna taktike e skuadrës për të përgatitur ndeshjen ndaj Serbisë, mungonin 4 futbollistë. Myrto Uzuni, Yasir Hasani, Ernest Muçi dhe Arlinda Jeti nuk ishin të pranishëm në seancën që zhvilloi ekipi në fushën e shtëpisë së futbollit. Uzuni në fakt mbërriti në kohë për stërvitjen, por për shkak të udhëtimit të gjatë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, seanca e parë stërvitore ishte e rekuperimit fizik në palestër, kurse 3 të tjerët mbërrin vetëm gjatë natës së të hënës në vendin tonë. Kësaj të 4 këta lojtarë që janë kandidat potencial për formacionin titullar do të nisin punën në urdhrat e Silvinhos vetëm gjatë ditës së martë, ku do të nisë të konsolidohet më shumë ideja rreshtimit taktik të kuqezimve.